Ne kthehemi në studio të flasim tani për shqiptarët në rajon. Unë kam në lidhje të drejt për të diskutuar zotin Arbër Pajaziti, që është kryetar i komunës Bujanovcit në Serbi. Arbër, shumë faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit juve. Arbër, është bërë shumë debat i madh, deklarata e një ministre serbe për spastrimin etnik të shqiptarëve, siç folja jo, nëse do të ishte në kushtet e Miloševićit, ta do ta bëja. Si është pritur nga shqiptarët që jetojnë në Serbi, në trevat Preshev, Medvej dhe Bujanovc, ku ju jeni, dhe çfarë impakti ka patur? Ju me të drejtë e thatë se është bërë shumë zhurmë për këtë deklarat, është e vërtetë që është bërë shumë zhurmë, por jo vetëm tek shqiptarët, por në përgjithësi është reaguar edhe nga Bashkimi Evropian, eurodeputet të ndryshëm, dhe kjo është mirë shumë që kanë reaguar. Deklarata ka qenë skandaloze, shokuese, në një formë ne kemi parë shpeshherë reagime të njerëzve të ndryshëm në rrjetet sociale, të cilët edhe e thonë këtë, por kjo të thuhet nga një ministre në detyrë, e cila ende ushtron detyrën e ministres të pushtetit lokal, e cila është një ministri shumë e rëndësishme në qeverinë e Serbisë. Kjo është e papranueshme, është skandaloze dhe nuk e di se si ende ajo nuk ka dhënë ndërheqje nga pozita që e mban. Ne gjithashtu kemi përcjellë reagimet nga rajoni, pra shqiptarët si në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni të Veriut, dhe gjithandej nga diaspora kanë reaguar për këtë. Mirë po, ne jetojmë në Serbi, ne e përjetojmë më thellë dhe e ndjejmë më tepër në lëkurën tonë këtë deklarat. Mirë po, nuk është drejtuar shqiptarëve në Lugin Preshevës, por në Kosovë. Megjithatë ne jemi një, dhe gjithmonë kemi qenë edhe pjesë e luftës, ku kemi pas edhe viktima, kemi pas një luftë e cila pasi që ka marrë lufta e Kosovës, ka vazhdu Lugin Preshevës, kështu që ne shpesh rrethojmë se plagët tona ende rrjedhin gjak, dhe duhet kemi shumë kujdes nga këto deklarime. Kemi parë dhe reagime edhe në Serbi, të cilët ka pasur edhe pro edhe kundër. Do me thonë, një pjesë e qeverisë e kanë mbështet, ndërsa pjesa opozitare e ka kritikuar. Mirë po, edhe pjesa opozitare shpesh herë në Serbi e ka gjuhën e njëjtë, ka karshi shqiptarëve, dhe kjo është shumë shqetësuese për ne që jetojmë këtu. Arbër, ndërkohë ka patur 50 deputet nga parlamenti, 250 vëndësh, pra përfshirë këtu dhe deputet serb që kërkojnë shkarkimin e saj. A do të ketë një vendim nga Vučić? Unë me sa kam parë, nënshkrimet janë nga pjesa opozitare e deputetëve në Serbi, dhe kjo nuk përbën ndonjë problem për Vučićin, sepse për çfarë do lloj iniciative tjetër për shkarkuar një ministër, jam i sigurt që do të mblidhen edhe më tepër nënshkrime se aq, dhe unë nuk besoj se kryeministri Matsu do ta shkarkoj ministren, ai nuk ka fuqi, sepse është një person i cili është vendosur aty, mund të them lirë si kukull, dhe se dirigjohet nga presidenti Vučić. Ministre në fjalë mund ta shkarkojë vetëm Ivica Dačići dhe Aleksandar Vučići, askush tjetër. Ivica Dačići e kemi parë se e ka përkrahur dhe i ka dalë në mbrojtje ministres për këtë deklarat, ndërsa Vučići në një farë forme është distancuar, por jo në tërësi, duke i lënë atë më tepër tjetë ajo përgjegjëse vetë për deklaratën e saj, dhe nuk e ka bërë përgjegjës qeverinë apo shtetin të cilin e udhëheq ai. Arbër, ndërkohë patët gjithashtu një vizit nga presidenti Begaj në javët e fundit. Si ishte vizita, çfarë ndodhi, u pati peripeci dhe për çështjen e flamurit, kanë përshtypjen në Valvitje, si është puna e flamurit, sepse e shohin tjetë problem edhe në festat kombëtare, ku disa komuna shqiptare preferojnë të arrotullojnë apo të flamurin serb për të mos e hequr, por për të shfaqur atë shqiptar. Si u ta përshkruaje gjithë zhvillimet e atyre ditëve? Vizita e presidentit të Shqipërisë, zotri Bajram Begaj, ishte një nga vizitat të cilën qytetarët shqiptarë në përgjithësi e kanë pritur shumë mirë. Është një vizitë historike, është shumë e rëndësishme për neve këtu, sepse na jep mesazhin që shteti am kujdeset për neve dhe na ka në mbikëqyrje.
Në anën tjetër shkaktoi reagime të shumta në Serbi, po këtë herë nga tabori opozitar, ata u munduan që të akuzojnë shtetin serb se nuk i kishte ndjekur të gjitha rregullat protokollare dhe se personat të cilët krijonin sigurinë me armë të gjata kanë qenë të ardhur nga Shqipëria, janë futur në Bujanos dhe Preshev pa leje të shtetit e kështu me radhë. Domethënë sulmet ishin në drejtim të qeverisë së Serbisë, madje u mor edhe një fotografi nga godina e komunës së Bujanovsit, ku me 28 nëntor të vitit 2024 unë e kisha vendosur flamurin kombëtar aty. Është marrë ajo fotografi dhe është bërë montazhe se ai flamur është vendosur atë ditë me ardhmën e presidentit dhe është hequr flamuri serb, çka nuk ka qenë e vërtetë. Ne e vendosim flamurin me 28 nëntor, mirë po nuk heqet as flamuri i Serbisë, as flamuri i Bashkimit Evropian, të cilët qëndrojnë në godinë. Dhe për këto veprime ne gjithmonë paguajmë nga një gjobë e cila është rreth 1.000 euro. Mirë po ne këto e bëjmë me dije të plotë dhe nuk ka gjobë e cila na ndal që ne ta shënojmë festën e kombit ton, festën e flamurit me 28 nëntor. Pra pati reagime të ndryshme duke e akuzuar shtetin serb se dështojnë organizimin e pritjes së presidentit. Mirë po këto janë politika të brendshme, ne jemi Serbia është në prag të shpalljes së zgjedhjeve të përgjithshme këtu, presidenciale dhe parlamentare, dhe ne themi se është sezona e patriotizmit folklorik, gjithmonë kur vinë zgjedhjet ata bëjnë veprime të tilla. Kujtojmë vitin 2012 kur ishte ministri i punëve të brendshme edhe atëherë ishte Ivica Dačić, ku 2-3 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve këtu në Serbi i arrestoi disa ish ushtarë të UÇPMB-s me pretendimin se kishin kryer vepra terroriste e kështu me radhë, dhe më vonë ato u liruan, shumica prej tyre u liruan të pafajshëm, disa u dënuan me procese të montuara, mirë po rejtingu i tij u rrit deri në 100% në ato zgjedhje. Dhe këta gjithmonë kur i bie rejtingu e përdorin ose shqiptarët në Lugin Preshevës, ose e përdorin Kosovën, domethënë gjithmonë politikat e tyre të brendshme i bëjnë me shqiptarët dhe për fat keq e kanë edhe popullin të tillë i cili gjithmonë ndizet në këto reagime që i bën shteti serb kundrejt shqiptarëve dhe e fitojnë përkrahjen e qytetarëve në këtë formë. Ndërkohë, Arber, paqartësi politike dhe në Serbi një lëvizje nga studentët, një dorëheqje e Vučić, çfarë po ndodh dhe çfarë pozitesh duhet të ruajnë shqiptarët në raport me këto ndryshime potenciale? Vučić përgjithsisht në mbi një dekadë ka qenë i moderuar në raport me shqiptarët, pra a ka parti opozitare që kanë premtime më të ashpra, apo dhe Vučić vetë nuk ka sjellë, si thua, një klimë bashkë ekzistence? Për fat keq në Serbi si qeveria si opozita gjuhën kundrejt shqiptarëve kanë të njëjtë, ndonjëherë opozita ka dhe më tashpër. Vučić nga pozita e presidentit ka qenë i kujdesshëm në deklarimet e tij. Unë kam pasur një vizitë para disa muajve me të. Kam pasur një takim me të ku isha, domethënë, në zyrën e tij pas disa kërkesave me radhë dhe kërkova që në komunën e Bujanovsit të investohet, sepse kishte disa vite ku në komunën tonë nuk është investuar asnjë cent nga qeveria e Serbisë. Dhe në këtë drejtim ne arritëm një dakordancë dhe unë kërkova, domethënë kisha dorëzuar një listë me 30 projekte dhe arrita që t'i marr 5 projekte ku 3 prej tyre, domethënë një ka përfunduar, 2 janë në përfundim e sipër, mirë po kërkesat e mia ishin edhe në aspekt tjetër, në kërkova punësim për shqiptarët në organe shtetërore e kështu me radhë. Për këto kemi mbetur në komunikim ku kemi dërguar disa emaila dhe kemi kërkuar vende pune konkrete në disa institucione shtetërore. Ndërsa për pyetjen tjetër që thatë për shqiptarët çfarë pozicioni duhet kenë, qëndrimi jonë është i qartë se shqiptarët për zgjedhjet parlamentare duhet jenë të bashkuar. Ne kur kemi qenë të bashkuar në një listë të përbashkët, morët 4 deputet apo? Sigurojmë deri në 3 deputet. Kishim 3 deputet, po dhe nga atëherë, domethënë, përveç që e kemi një deputet, edhe ai rrezikoi shumë herë që të mos shkonte. Dhe unë jam i bindur që këtë herë, dhe për shkak të rënjes e numrit të qytetarëve, të cilët kanë shkuar në migrim, në një pjesë tjetër janë pasivizuar e kështu me radhë, nëse këtë herë nuk kemi një listë të përbashkët, unë druaj se do të mbetemi pa asnjë përfaqësues në parlamentin e Serbisë. Ndërsa nëse bashkohemi, cilat janë gjasat, Arber? Sigurisht edhe 3. Cilat janë gjasat?
cilat janë gjasat, a do të ketë një bashkëpunim? Deklarativisht jemi të gjithë për. Nuk kam dëgjuar një lider politik në Lugin i cili është kundër kësaj ideje, mirë po pastaj kur vim tek radhitja, aty ka probleme të cilët për fat keq shumica dëshirojnë të jenë të parët, duke mos e pasur parasysh fuqinë politike të cilët e kanë, sepse ajo e determinon kush është i pari, i dytë e i tretë, kështu me radhë, kështu që duhet vendoset një standard që ne gjithmonë për zgjedhje të tilla të jemi të bashkuar, po paraprakisht duhet të vendosen edhe standardet dhe kushtet që një ditë kur ne mos jemi në politikë, sepse mund vendosim të lëmë politikën dhe të largohemi, gjërat të tjera të kenë këtë rrugë të shtruar dhe të vendosin në bazë të këtyre parimeve të cilët besoj që janë parime të shëndosha, janë reale dhe të drejta, pavarësisht nëse i konvenojnë dikujt apo jo. Dhe pyetja e fundit, Arber, studentët a mund të sjellin një ndryshim për mirë në Serbi, në sistemin demokratik? Në Serbi ka shumë revolt, presidenti Vučić është në pushtet nga viti 2012 dhe duket se mjaft e ka konsumuar pushteti dhe ka mjaft pakënaqësi në shtet, tek qytetarët. Mirë po tek pjesa opozitare, tek studentët, nuk shohim që ka një lider të cilin e mbështesin. Ata shpeshherë nga protestat i kanë përzënë edhe përfaqësuestë e partive opozitare. Në disa sondazhe të cilat janë bërë në këto ditëve të fundit, del prapë se presidenti Vučić do t'i fitojë zgjedhjet. Para 4-5 muajve kishim zgjedhjen e 10 komuna në Serbi dhe Vučić i fitoi të 10 komunat. Kështu që unë nuk shoh që edhe këto zgjedhje do të ketë një ndryshim, edhe për faktin që presidenti Vučić e kontrollon çdo celulë të shtetit dhe ndoshta këto mekanizma do t'ia mundsojnë që ai prapë të fitojë edhe zgjedhjet e ardhshme. Por ato zgjedhje të cilat po pritet të shpallin ndoshta në fund të këtij viti apo fillimin e vitit tjetër, unë i shoh si një pretekst për të vazhduar protestat edhe në 4 vitet e ardhshme. Arber, shumë faleminderit që ishe me ne, kënaqësi të bisedonim. Faleminderit edhe juve, suksese. Suksese dhe ju, ishim Arber Pajazitin, kryetari i komunës Bujanovci, dhe notet që më tej do të shkojnë reklama, kthehemi vetëm pas pak në studio.